Fansat i rrethojnë shtëpinë, Gjesti revoltohet. Një situatë e keqe i ka ndodhur së fundmi këngëtarit të njohur Gjesti, i cili është detyruar të bëjë një reagim publik në rrjetet sociale, pasi fansat e tij kanë shkuar disa herë afër banesës së tij private. Nëpërmjet një postimi në Instagram, Gjesti ka ndarë një mesazh mjaft të ndjeshëm, ku nga njëra anë shpreh mirënjohjen e pafundme për dashurinë e publikut, por nga ana tjetër kërkon me forcë respektimin e hapësirës së tij familjare. Ai është shprehur fjalë për fjalë në reagimin e tij. Ju lutem, kam një kërkesë prej zemrës. E di që shumë prej jush vini te shtëpia jem me dëshirën me më taku ose me bë një foto me mua, dhe e vlerësoj pafund këtë dashni. Ama ju lutem më kuptoni edhe mua. Shtëpia është i vetmi vend ku mundohem me pushu, me kalu kohë me familjen dhe me gjet pak qetësi. Kur vjen dikush çdo ditë te dera, bëhet shumë e vështirë me pas atë qetësi. Nuk dua që askush me u ndjej refuzum. Përkundrazi, ju dua dhe ju falenderoj secilin prej jush. Por ju kërkoj me shumë respekt që të mos vini te shtëpia jem. Do të kemi plot raste me u taku në koncerte, evente publike, ku me shumë qejf bëjmë foto bashk. Faleminderit që respektoni privatësinë time, tha ai. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.